Vllaznia e futsallit sapo është kurorzuar kampione e Shqipërisë për herë të parë në historinë e futsallit shkodrane me presidentin e klubit Vllaznia të futsallit Fisnik Barbullushi. Urime. Faleminderit shumë. Gëzimi i veçantë patjetër. Patjetër, gëzim i veçantë edhe sepse jemi të parë në historinë e futsallit që sjellin këtë klub në Shkodër. Kështu që nuk di ku t'ja filloj me falënderimet. Fillimisht duhet falenderoj Zotin një herë që na bani të mujtë në mrit këtë sukses. Duhet t'ja filloj falënderimet prej presidentit Vllaznisë Albin Qaferi, i cili ka qenë kumara e krijimit të këtij të futsal shkodrane. E du pastaj t'i marrë nga profesor Bërec e Luve që para 3 vjetë fillu me këtë projekt. E gjithë personat që kanë kontribuar që futsalin ta ngrejmë lart, që të mrim deri këtë ditë, duke nisë me çunat e ekipit sot, me Benin, me Tafilin, me gjithë. S'po i marrë për emër, po këtë fitore, këtë kup, veçanërisht unë sot e dedikoj njerit e mirë Lera, i cili nuk është me ne, po ka kontribuar goxha për këtë kup edhe për futsalin edhe me këtë shej unë duhet ta fitojmë gjithmonë. Barbullushi, çfarë do thotë për ju ky sukses dhe për Shkodrën, veçanti është hera e parë në histori që Vllaznia e futsallit sigurisht është vetë. Thash është emocion i veçantë ta sjellën për herë parë në Shkodër, kjo do të thotë që gjithë to çuna që kanë kontribuar emri i tyre do mohet mend si të parë që sjellën këtë kampionat. Ne duhet të vazhdojmë përpara. Tash u mbyll kupa e prumën në Shkodër, tash kemi Europën para dhe kemi disa projekte afatgjatë për futsalin shkodran. Çfarë tresh mund të kemi për ballafaqimet evropiane? Do të ketë kjo skuadër apo do të ketë edhe përforcime? Atëherë baza e skuadrës është kjo. Unë dua që t'i jap meritat maksimale të gjithëve që kanë kontribuar që me dalë kampion. Dhe me këtë gjë unë du të shpreh mirënjohjen që këto do jenë ato që do losin në Europë. Patjetër që ndoshta mund të kemi afrime përforcime, por kjo i përket pastaj ardhmës. Suksese. Faleminderit.